Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka bërë të ditur se ka zhvilluar një bisedë telefonike të gjatë me homologun rus Vladimir Putin, ku në fokus ka qenë mundësia e një arpushimi në Ukrainë. Gjatë deklaratave për mediat, Trump u shpreh se i ka propozuar Putinit një arpushim, qoftë edhe të pjesshëm, për të ndalur humbjen e jetëve njerëzore. Ai i theksoi se biseda ka qenë pozitive dhe se lideri rus mund të shpasë së shpejti një vendim në këtë drejtim. Sipas Trump, Putini kishte qenë i gatshëm për një marrëveshje edhe më herët, por faktorë të tjerë e kanë vështirësuar arritjen e saj. Ndërkohë, gjatë telefonatës është diskutuar edhe për çështjen e Iranit, ku presidenti rus ka ofruar ndihmë lidhur me programin e pasurimit të uraniumit. Megjithatë, Trump theksoi se prioriteti kryesor mbetet përfundimi i luftës në Ukrainë, duke nënvizuar se çdo përpjekje duhet të përqendrohet në ndaljen e konfliktit. Nga ana tjetër, një këshilltar i Kremlinit ka konfirmuar se gjatë bisedës janë paraqitur ide për zgjidhjen e çështjes bërthamore iraniane, si dhe është propozuar një arpushim i përkohshëm në Ukrainë për të përkujtuar përvjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Një arpushim i ngjashëm ishte shpallur edhe në vitin e kaluar nga Moska, por nuk u dakordsua me Kievin dhe zgjati vetëm disa ditë. Tashmë, mbetet për të parë nëse kjo nismë e re do të çojë në një hap konkret drejt uljes së tensioneve dhe ndaljes së luftimeve në Ukrainë.